ka qenë ndoshta edhe kjo një sfidë në atë kohë, për shkak se ka qenë si barierë, ka qenë domethënë goxha pengesë ndoshta në atë kohë. Mirë po, me thonë drejtën, edhe pse kam pas nga i herë, ndoshta nga enti i punësimit, domethënë kam pas edhe preferencën që kur ta dorëzoj CV-n, domethënë mos me paraqit fotografi, po ajo krenaria jam se kush jam unë, identiteti jam, domethënë çfarë do firme ose çfarë do institucioni që pranon më pas si punëtore do të më njoftë ose më pranu mu ashtu siç jam. Edhe nuk kam dash domethënë me konkuru pa fotografi. Edhe këtu ndoshta ja vlen edhe me ecik se në këto organizata domethënë këto OJC-t që kam punu, normalisht që këto shkojnë pak a shumë domethënë në bazë preferencave të kolegëve ose të rrethit, domethënë na duhet një shqiptare që e njeh gjuhën, që i ka këto kompetenca, këto shkojnë pak a shumë me preferenca. Po me naj punë pak ma serioze, domethënë drejtim tanin, padyshim që shkojnë domethënë në bazë të konkursit. Edhe kur përfundova këtë specializimin për programim, u hap një pozitë punës fakultetin teknik si IT support first level. Edhe thash, okay, po konkuroj. Ka qenë domethënë intervista jam e parë që ka marrë pjesë, edhe dashti Zoti, ato domethënë ju pëlqeva, domethënë normalisht, domethënë i përmbusha kushtet, edhe pse unë isha faktikisht sepse tash punoj si IT menaxhere në fakultetin teknik, specializimi ka qenë për programere, domethënë nuk janë bash fusha e njëjtë, po prap domethënë ju pëlqeva edhe më ofruan mundësin për me u punësu, ka qenë intervista jam e parë, edhe pse me shami, edhe pse qushet edhe ti, në institut domethënë e vetmja për 120 punëtorëve, si shqiptare, ka dhe shqiptar tjerë, po si femën edhe e vetëmja për këtë nacionalitete me mbulesë.